Të gjithë hani kivi, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës, diabetit dhe trurit tuaj. Një nga frutat më të konsumuar më së shumti çdo periudhë të vitit është edhe kivi, i pasur me vitaminën C, vitaminën K dhe antioksidant. Ky frut redukton oreksin, forcon imunitetin, ndihmon me pagjumsinë dhe redukton riskun e osteoporozës. Kivi është një nga frutat e vegjël me përfitime të larta ushqyese. Kivi është i pasur me element të lartë ushqyes. Një kivi mesatar përmban 75 gram dhe siguron 42 kalori, 0,1 gram protein, 10,1 gram karbohidrate, 0,4 gram yndyrë. Kivi është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, fibrave dhe kaliumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve, kivi është një nga produktet më të pasura me lëndë ushqyese, çka do t'i japin efekte të mira edhe për shëndetin tuaj në tërësi, duke forcuar imunitetin. Kivi është i njohur për përmbajtjen e tij të lartë të vitaminës C, e cila luan një rol kyç në forcimin e imunitetit. Një kivi mund të sigurojë më shumë se sa sasia e rekomanduar ditore e vitaminës C, dhe në këtë mënyrë ndihmon trupin të mbrohet nga sëmundjet. Kivi është i pasur me antioksidant që përfshin polifenole dhe karotenoidet, të cilat ndihmojnë në luftimin e stresit dhe radikaleve të lira, duke reduktuar kështu edhe inflamacionin. Kivi redukton oreksin. Kombinimi i fibrave me vlera të ulta kalorike të kivi krijon një ndjesi të ngopjes e cila ndihmon në kontrollin e oreksit dhe nxit humbjen e peshës. Redukton riskun e osteoporozës. Vitamina K është e nevojshme për shëndetin e kockave dhe marrja e duhur e saj ndihmon në lidhjen e kalciumit dhe kontribon në kocka të forta dhe të shëndetshme. Kivi është një burim i mirë i kësaj vitamine. Përmirëson gjumin. Kivi përmban serotoninë, e cila lidhet me rregullimin e gjumit. Konsumi i kivit para se të flini mund të kontribojë në përmirësimin e cilësisë dhe kohëzgjatjes së gjumit, gjë që e bën atë një opsion të shëndetshëm edhe për njerëzit të cilët kanë çrregullime të gjumit. Kivi është mjaft i pasur me minerale të rëndësishme për organizmin dhe do t'i japë përmirësim të shëndetit tuaj edhe në mbështetjen e shëndetit të zemrës. Kivit janë natyrisht shumë të ulta në natrium dhe janë një burim i mirë i kaliumit. Ky është një kombinim fitues i elektroliteve për uljen e presionit të gjakut, citonel thisajt. Folati te kivi shoqërohet gjithashtu me një rrezik më të ulët të goditjeve në tru. Për më tepër, përmbajtja e fibrave te kivi ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit. Përfshirja e kivit në planin tuaj të vakteve, veçanërisht në vend të ushqimeve të përpunuara të kripura, është një mënyrë e shkëlqyer për të mbrojtur sistemin tuaj kardiovaskular. Kivi është një produkt shumë i mirë për shëndetin tretës. Ngrënia e kivit vet ose në vaktet tuaja ushqyese mbështet tretjen e shëndetshme në mënyra të shumta. Kivi është një burim i pasur i fibrave të tretshme dhe të patretshme, dy lëndë ushqyese thelbësore për rregullimin e tretjes. Kivi përmban enzima, të cilat përmirësojnë tretjen e proteinave në stomak dhe gjithashtu zorrët e vogla. Kivi ndihmon gjithashtu për organizmin tuaj. Konsumi i këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do ta bëjë atë një nga produktet më të mirë ushqyes. Ky frut i fuqishëm është i pasur me antioksidant që ka një sasi të konsiderueshme për mbi 20 lëndë ushqyese vitale. Kivit janë të ulët në kalori, por të lartë në energji, duke i bërë ato një mundësi e shkëlqyer për njerëzit që përpiqen të humbasin në peshë. Vlerat ushqyese të kivit janë super të shëndetshme për zemrën për shkak të niveleve të larta të kaliumit, i cili ndihmon në parandalimin e fijeve të ulta të kaliumit dhe vitaminës K. Është provuar se kivi zvogëlon simptomat të shkaktuar nga sëmundjet e fryrjes, si dhe nga sëmundjet e tretjes, të frymëmarrjes dhe zorrës së irrituar. Vetit ushqyese të kivit kanë element që ndihmojnë në rritjen e mirëmbajtjes së kockave, në shëndetin e syve, shikimit dhe ndihmojnë gjithashtu të flini më mirë dhe të keni përfitime të tjera. Gjithashtu, kivi është një burim i mirë i vitaminës C dhe vitaminës E, të mbështeten edhe në antioksidant të mirë për organizmin. Një arsye pse kivi është padyshim një super ushqim është sepse është i pasur me antioksidant që luftojnë dëmet e radikaleve të lira. Në një studim, kivi ushtua në një dietë normale dhe tregoi se vetëm 1 ose 2 kivi në ditë
u shfaqën në një rënje dëmtuese oksidative të brendshme. Kivi është një produkt shumë i mirë kundër plakjes dhe përmirëson shëndetin e lëkurës. Kolagjeni është proteina më e bollshme në trupin tonë dhe bllokun ndërtues që mbron lëkurën, muskujt, kockat dhe tendinat. Ajo përfshihet derisa të jetë në varietete të ndryshme. Kivi do të përmirësojë sistemin e frymëmarrjes. Kivi dhe fruta të tjera të larta në përmbajtje të vitaminës C janë përdorur me sukses në trajtimin e një numri të lartë të problemeve të frymëmarrjes. Dy studime kanë treguar për reagime të dobishme të të rriturit, sidomos ato që kanë probleme me astmën. Sipas ekspertëve, përfshirja e kivit në dietën tuaj do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Sipas tyre, duke u konsumuar në mënyrë të rregullt, kivi është i mirë edhe për shëndetin e syve. Furnizimi i vetive ushqyese të kivit jo vetëm që mbron lëkurën, por gjithashtu një fitokimikat i fuqishëm mund të parandalojë shumë probleme të syrit, përfshirë degenerimin makular të moshës. Luteina është në gjendje të mbrojë syrin dhe të filtrojë dritën e dëmshme ultraviolet. Kivi është një produkt ushqyes që ndihmon edhe me tretjen. Kivi ka pasur sukses në trajtimin e zorrëve të çrregulluara të tretjes. Një numër studimesh kanë treguar se kivi ndihmon në zvogëlimin e ndërlikimeve të lidhura me sindromën e zorrës së irrituar, si dhe problemet e zorrës me probleme inflamatore. Rezultatet e studimeve sugjerojnë se shtimi i kivit në dietën tuaj mund të ofrojë antioksidant dhe fibra të cilat do të ndihmojnë edhe në përmirësimin e shëndetit të zorrëve. Kivi përmirëson sistemin tuaj kardiovaskular. Nuk ka dyshim se kivi është një superstar i shëndetit për zemrën. Një kivi në ditë mund të ofrojë një rrezik më të ulët të goditjeve të gjakut, mpiksjes në gjak dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Kaliumi te kivi ndihmon në uljen e presionit të gjakut, kundërsulmon natriumin në trup dhe është një produkt që lehtëson enët e gjakut dhe të gjithë trupin. Fibrat e gjetura te kivi gjithashtu janë të shëndetshme për zemrën, së bashku me vitaminën K, e cila është në gjendje të parandalojë ngritjen e kalciumit në arterje dhe për këtë arsye të zvogëlojë rrezikun e sulmeve në zemër. Kivi do të ofrojë një mbarvajtje dhe riparim të kockave. Funksioni i kivit është i pasur edhe me vitaminën D e nevojshme për trupin, gjithashtu edhe për anën tuaj të shëndetit të kockave. Kivi është një produkt ushqyes shumë i rëndësishëm. Ai është i mirë për mbrojtjen e organizmit sepse do të nxjisë edhe një përfitim më të mirë të imunitetit. Kivi përmban doza të larta të vitaminës C, e cila shërben si antioksidant në forcimin e imunitetit dhe në luftën kundër komplikacioneve. Kivi ka 2 herë më shumë vitaminë C se portokalli. Nëse konsumoni 2 kivi në ditë, atëherë do të përfitoni 259 mg vitaminë C. Kjo dozë është e nevojshme jo vetëm që të ulë tensionin, por edhe të shmang problemet e zemrës dhe t'jap lëkurës tonalitet dhe gjallëri. Kivi do të përmirësojë humorin dhe energjinë. Enzimat aktive të kivi përmirësojnë nivelin e energjisë të organizmit, por edhe hormonet e mira. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë 2 kivi në ditë përjetojnë një rritje të nivelit të energjisë me 31%. Kivi përmban sasi të larta të fibrave, të cilat janë të domosdoshme për sistemin tretës. Duke ngrënë 2 kivi në ditë, trupi do të furnizohet me 4.2 gram fibër dietike. Studimet kanë treguar se njerëzit e prekur nga konstipacioni kronik, të cilët konsumojnë 2 kivi në ditë për një muaj, përjetojnë përjetim të ndjeshëm të problemit. Ekspertët thonë se ngrënia e 2 kivi në ditë mund të ofrojë një përmirësim më të mirë të gjumit gjatë 4 javëve dhe do të përmirësojë kohëzgjatjen e gjumit. Sipas tyre, kohëzgjatja e gjumit do të rritet me 15%, ndërsa njerëzit i zë gjumit 41% më shpejt se më parë. Kivi përmban një recetë shumë të mirë kundër astmës. Enzimat përbërëse të këtij fruti zbusin simptomat dhe ulin sasinë e problemeve të ndryshme të organizmit. Konsumi i tyre brenda normës sigurisht që do të jetë një vlerë e çmuar për organizmin dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.